Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës Bujar Leskaj prezantoi kandidaten për deputete Alta Azizi Aluci në njësinë administrative Kot të Bashkisë së Selenicës. Krahas prezantimit të kandidates për deputete në këtë njësi administrative, Leskaj u ndal edhe tek paraqitja e programit të Partisë Demokratike, pika nga programi i Partisë Demokratike, i cili është një program gjithëpërfshirës dhe kap të gjitha fushat sociale, ekonomike, ku theksoi në veçanti paketën e 100 ditëve të para, programin për bujqësinë, çështjet e pronave dhe mundësinë për zhvillimin e agroturizmit të kësaj zone. Në një fushat elektorale në drejtimin 4 vjeçar që kërkojnë partitë në gjithë botën, në vendet demokratike, janë 3 faktorë. Në radhë parë të kenë një program të mirë, të kenë ekip të mirë kandidatësh në qarkun përkatës, edhe individi që paraqitet. Unë po e nis nga kjo e treta, meqense ju këtu, njërazi me pjesëmarrje në këtë takim, shënoni dhe atë mbështetjen tuaj të parë, të hapur, për kandidaten e doktoreshën Alta Azizi Aluci. Ne sjellim një mbes të zonës tuaj, një vajzë të zonës tuaj, pedagoge që mbulon dhe një zonë të madhe në Vlorë, ka ngritur një shtab me drejtues me njerëz me përvojë ku ka dhe nga ato mosha për përvojën dhe për mençurinë e cilit ne kemi nevojë, por dhe shumë të rinj. Në këtë prezantim ishte i pranishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike të Selenicës Leonard Rakipaj, i cili vlerësoi kandidaten për deputete Alta Azizi Aluci, sikurse u shpreh i bindur për fitoren e saj në këto zgjedhje. Ju falenderit për këtë pjesëmarrje masive dhe respekt të Partisë Demokratike dhe të Aleancës Shqipëria Madhështore. Unë kam nderin dhe kënaqësinë sot të jem këtu para jush si kryetari i degës Selenicës, që të prezantoj kandidatët fitues të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 maj 2025. Kam nderin bashkë me drejtuesin politik të qarkut, me ish kryetarin e degës, zotin Atir Hoxha, që për njësinë administrative Kot të prezantojmë një zonjë, një pedagoge të shkëlqyer, do mbuloj njësinë administrative Kot, Alta Aluci Azizi. Kandidati për deputet Atir Hoxha përculli pika nga programi i Partisë Demokratike edhe u ndal në problematikat që ka e gjithë zona, duke u shprehur besim plot për fitoren e Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Për këtë zonë, unë personalisht gëzoj respekt të veçantë sepse ka njerëz të cilët po të thanë po është po dhe po të thanë jo është jo dhe nuk ka nevojë që ti të diskutosh më. Kështu që Partia Demokratike dhe Koalicioni për Shqipërinë Madhështore ka një ekip i cili plotson puzzle-in, do ta konsideroja unë, të elementëve të cilët do duhet ketë një ekip përfaqësues në të gjithë qarkun. Midis të cilëve edhe Alta, por edhe djem dhe vajza të rinj që japin jeshi listës, apo edhe zonja dhe zotrit të cilët në profesionet e tyre janë të nderuar dhe të shkëlqyer. Kandidatja për deputete Alta Azizi Aluci u shpreh falënderuese për përfaqësimin që i është besuar në këtë zonë. Ajo u shpreh e bindur se në këtë zgjedhje Partia Demokratike do të jetë fituese dhe sjellse ndryshimeve nëpërmjet programit të saj gjithëpërfshirës. Jam falënderuese për mbështetjen ndaj meje, po kryesisht për mbështetjen ndaj Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Mbështetja ndaj meje, pjesa e Mavrovës e tregoi në 2021 dhe sinqerisht më ka bërë krenar. Jam e bindur se Vlora, Selenica dhe gjithë pjesa e Grykut të Lumit kësaj radhe do votojnë për Partinë Demokratike. Jam e bindur do votojnë për numrin 1 dhe votimi për Partinë Demokratike dhe numrin 1 është primar për të gjithë ne nga i pari tek i fundit. Edhe një banor i zonës prezent në takim shpreu mbështetjen për kandidaten Aluci, ku i bëri thirrje çdo banori të mbështesë Partinë Demokratike dhe kandidaten Aluci.